ju dikur keni qenë bashkë me Partinë Demokratike. Pse më parë bashkëpunoni me zotin Berisha? Çfarë ka ndryshuar tek ai që nuk gjeni më gjuhën e përbashkët për bashkëpunim? Ka ndryshuar ai shumë gjëra, ka ndryshuar dhe unë. Me idetë e mia, unë shikoj që disa herë është dhënë shansi Berishës për të bërë një shtet më të mirë. Realiteti është që s'është bërë. Realiteti është që 97 shteti i rast që ku me qenë karton. Atje. Po kush ishte kryetari i shtetit? Berisha Presh. Është gjithë kemi përgjegjësi tonë ne, që kemi qenë atje dhe i kemi marrë përsipër. Po ai përgjegjësia gjithnjë vertikale, ai që është sipër e ka më të madh. Tash fajin e pas kanë si në kohën e Enver Hoxhës, gjithë ishin qi ato që ishin për qarkë e Enver Hoxhës. Çaj bushkatonte, çaj fuste në burgët. Atje, ky ishte i miri. Në fakt, ai ishte më i keq i gjithë dhe ai bënte të gjithë zullumat. Enver Hoxha, jo ato tjerat. Ishin bashkë. Të shikë lloj filozofie do thyrë, qofse duam bëjmë demokraci. Kush nuk është i Zotit, do mbaj përgjegjësitë e veta, duhet largohet. Ktu s'ndodh kjo po. Po ai kthehet për herë dytë, po ai kthehet për herë tretë. Po sa herë do vazhdoj kjo po? Pastaj personale, familjare është kjo, opozita e Shqipërisë. Nuk mund dalin nga ky qerth. Se koha po tregoj që ti po humb vazhdimisht, se kur fiton para fitimtarit mbyllën syt për gjithë. Po ti po humb vazhdimisht. Më thuj për atëherë ku, unë kam gjithë drejtën e Zotit, dyshoj. Që kjo është një marrëveshje, ai e drama të rria të jenë pushtet, kontrolloj pushtetin me gjithë bizneset e veta. Ky tjetër kontrolloj opozitën, me gjithë mundësitë e fuqinë e opozitës. Edhe me këtë lloj skeme, këtë lloj dyshje, Shqipëria nuk del nga ky realitet i keq. Prandaj nxis gjithë forcat e reja, njerëzit e ri, ato të cilët duan një Shqipëri ndryshe, të flasin ndryshe, të veprojnë ndryshe, të kenë kuraje, të kthejnë dorë ndaj autokracisë. Ndryshe të bëhen vegla në shërbim të autokracisë, e kupton, sigurisht që gjithë do marrin nga ai kock ta lepin. Po Shqipëria të shkojë poshtë më poshtë. Edhe këtë përgjithësinë më radhpare kanë njerëzit që janë publik, të thash, që janë dalë qytetarit si alternativë, se edhe qytetarët vetë kanë këtë lloj përgjithësie, se mos zgjedhin gjithë një të keqen. Se shqiptarët fatkeqësisht, se na vjen turp për të thënë, nuk është se zgjedhin të drejtin, shqiptarët zgjedhin të fortin. Kush i jep shans me punu, a fiton ky, thot, po. A na jep në i gjë ky, ne, thot, ne i mundësi, ne i shans pune, ne i leje, ne i koncesion, ne i biznes. Ky ne e bën, me këtë jemi ne. Po ky më duket se vjedh, është abuzus, është arrogant, s'ka rëndësi, kështu janë gjithë. Po ky është i joni. Prandaj shqiptarët në mënyrë përgjithshëm, edhe kur janë zullumqar ato shefat e vet, mbrojnë. Ky mund të jetë i keq, po ky është i joni. I keq është ai tjetri. Mirë, po realiteti është për jetën publike, për shtetin shqiptar, për ekonominë e përgjithshme. Atje, për xhep në qytetarit, në një farë mënyrë këto janë dëmshme. Atje. Mirë, po këto kontrollojnë edhe mjetet mediatike, këto kontrollojnë dhe jetën publike, zërat që dalin, që prodhojnë në opinion, që fatkeqësisht Shqipëria shumë pak, me thënë drejtë. Atje, opinionistë janë bërë shumë këtu analizë, po të dëgjosh pafund, po që prodhojnë me gjithmend analizë, krijojnë opinion, realisht janë pak. A ka qenë ideal, zoti Shehi, në vitet 90, në fillimin e viteve 90, sepse mbaj mend ato kohë të paktën me ai sa kam lexuar, sepse unë nuk e kam jetuar atë kohë, që edhe partitë vogla në Dukje grumbullonin mira vota. Grumbullonin mira vota në atë kohë, si më thon, liria ishte më e madhe. Absolutisht. Liria jo për të shprehur, se për të shprehen sot se qurë kanë dalë Facebook, në të internet, në këto gjërat sot, edhe shqiptari më ignorant mund ta marrin veten për shkrimtare, shkruan, bën, shanë, bëshyn, si ti vi për mbar gjithë botën. Atje, por ta thash në atë kohë, aspirata, shkalla e idealizmit, dëshira për ndryshim ishte e madhe. Si më thënë, ëndra ishte e madhe, realiteti fakt ishte i vogël. Atje, realiteti ekonomik ishte akoma dhe më i vogël se sot. Mirë, po sot Shqipëria i ka ca shanse ekonomike. Se po integrohemi në Europë, hyt, dil njerëz, ca para qarkullojnë, shpeshherë nuk janë gjithë bardha.
por gjithsesi ka ca mundësi ekonomike, cilat një qeveri e mirë atje do të shfrytëzonte dhe nuk ishte pse ajo GDP-ja e Shqipërisë të rritet 3%, 2%, 3%. Duhet shkote 6, 7, se ne jemi vende të vogla, ekonomi të vogla, ne rritemi prije, jemi realitete që ndryshojmë me pak gjë. Po thuj se gjithë vendet e vogla të Europës kanë pas një moment shpërthimi, lulëzimi, një kurb që ekonomia rritet 7, 8%, 10%, 9% është Irlanda e këtij viti. 5 milion nga Irlanda. Kjo realitet para shumë, sikur me punë Shqipërinë me Kosovën. Është atje dhe ka një GDP gigante atje. 300-400 milion. Pse? Po se rritet, se ka një ekonomi moderne, se ka një administratë eficiente, se ka një rini atje që është investu në teknologjitë e reja të informatikës. Edhe prodhon një vend i vogël që prodhon një ekonomi të madhe. Shqipëria nuk del dot nga ky impas. Se ta thash, është keq qeverisur për vite e vite me radhë. Është keq qeverisë në favor të një grushti njerëzish, që po këto kanë qenë, edhe në kohët Berishës, edhe në kohët e Dramës. Ndryshimi është tash xhiro ekonomike është më e madhe, grumbullohet më shumë para. Po mentaliteti se si bëhen parat në kurriz të gjës publike është pak a shumë po njëjtë. Skalla e korrupsionit, me thonë drejtën e kësaj qeverie, se ka pas asnjë. As ato që ishin përpara. Nuk ose ishin engje ato, sa dush ishin. Dhe koha po i tregon, por nuk ishte kjo shkallë që sot. Sot është bërë, ky shtet punon për 10, 15 vjet, 20 vjet. Pastaj ato 20 vjet ja japin një 20 në kontraktorëve tjerë, punën që kanë marrë. Pastaj ato 20 në kontraktorët e parë ja japin një 200 në kontraktorëve të vegjël. Dhe ajo puna pasaj që është bërë me parat publike, sigurisht që përfundon një vjedhje e madhe. Prandaj dëgjojmë to, që bien rrugët që vjedhen fondet për bujqësinë, që akshi, që për teknologjitë në vend që të shkojnë për investime, rinovime, teknologji, kanë shkuar dorë të matrapazëve, e ndërmjetësave me qeverinë. Domethënë ndodh që çdo ka pak që të hapësh, da shikosh që është gati është një puset poshtë. Do të sheh edhe një pyetje të fundit. Ju keni qenë, siç e tham pak më herët, në shumë legjislatura deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Keni parë një bjerrje, një degradim të saj nga një qendër intelektualesh dikur, me Pjetër Apnorin, me Dritura Gollin, nga të dyja kamët, të gjitha kamët e përfshira tashmë jemi në një emra që shpeshherë për publikun janë dhe anonim. Po sigurisht ka të bëjë njëri ka paktën, domethënë nga 92 që kam hyrë unë, për të bërë deputet duhet të ishe minimalisht, një drejtor gjimnazi ose mjeku një zonë, domethënë një njeri i investuar brenda komunitetit vet. Që ishe dikush, të që s'ka nevoj fare të qanë partia, pa pate sa pare ti, atje të qanë filan zonë, ku keca miq, keca influenca atje. Njerës që s'ka në i kontribut në jetën publike, se të paktën, nuk mund të hysh parlamenti 25-6 vjeç pa të njaf njeri. Pse çfarë ke bërë ti që duhet na përfaqësoke neve. Absolutisht, to janë realitete që janë deformuar në mënyrë definitive nga shefat e partive kryesore, sigurisht. Nuk është ato partitë më të vogla bëjnë një diferencë madhe, por gjithsesi nuk kanë kaq përgjegjësi në këtë atmosferë që është kriju. Kështu që për të thënë që ato ishin intelektual matje, për kohën ishin njerëzit e rëndësishëm të asaj kohë, ishin më përfaqësuesit. Sot to janë, jo. Se koha ka ndryshuar, sot jashtë realiteti parlamentar ka njerëz bizneset, maja ka njerëz me dije, me kultura që kanë studiuar jashtë që s'duan të marren me këtë punë. Atje. Por të thash, por ligji që është ky sot dhe unë prandaj ngul kam për ndryshim në këtij ligji. Çfarë bën? Ky e lën dorë kryetari i partisë apo ndalisë. Se po të ishin që komunitetet do i zgjidhshin vetë njerëzit, domethënë do kishin një element magjorance atje brenda sistemit tonë zgjedhor, nuk mund ta konsiderojnë fare komunitetin ato shefat e partisë. Da marrin, që ne duhet vëmë këtë, se këto kanë mundësinë për të vënë vot. Këto vënë ato që janë me 2 kritere. Një besnikët ndaj kryetarit partisë,
që në përgjithësi janë ato leshkot që bëjnë më shumë gjurmë të marrët. Kjo është, nga këtu fillon numërimi për parti. Pasaj në mes është një shtresë atje e cila i duhet teknokratësh politikë, që duhet një 10 vetë çdo partia për të folë, për të marrë, do merrmi me ekonominë, duhet ky, duhet me ligjin ky, duhet për të jashtme është ajo. Ajo është shtresa, si më thënë, më e vlefshme nga ana teknokrate, politikisht nuk vlen as ato, se janë nën presionin e këtyre që janë cipë. Dhe pjesa e fundit pasaj që është janë kontribusit ekonomik. Që si më thëmë, që po të them me 2 fjalë që praktikisht e blejnë mandatin. Jo e blejnë duke shpërda vota popullit, atje para popullit, edhe kjo ndodhë, po japin partisë si kontribut gjoja për partinë. Të shi se ku shkojnë ato partisë dhe asku që se mërvesh, po dihet ku shkojnë. Edhe ato sigurisht do përfundojnë lisë, janë kontribut ato, e kanë blerë mandatin. Që që këto janë 3 fashat që bëjmë parlamentin. E me gjithate, unë prap kam shpresë që midis tyre 3 grupeve do dalin element që do kuptojnë që kështu nuk shkohet më shumë larg. Këto janë majorantë, sa herë thash, hapet një kapak poshtë, është një puset. Atje. Ndërsa ato në opozit da kuptojnë që kjo rrugë, do me thonë që vetëm Berihaj, kush i pëlqen shefit, do t'i qoj ke humbja e radhës. Ja ku janë, sa zgjedhje u bë. Nga 2013 drejtësh. Që po i dhurojmë mënyrë pa meritume pushtet Edi Ramës edhe grupi ti financiar. Ky është komenti im, kjo është analiza ime që bëj, pastaj jam i sigurt që shumicës nuk do i pëlqej. Se kjo që themo nuk është se bën tifoza, as mbledh vota. Se kjo bën kundërshtar nga 2 palët. Por ato njerëz që kanë një arsye minimale dhe një ndershmëri normale, po them, sigurisht jam i bindur që mendojnë si unë. Tash për pjesën tjetër nuk mund t'i bind të gjithë. Zotë Shehi, faleminderit shumë që ishte me ne dhe faleminderit shumë për analizën tuaj të sinqertë. Faleminderit ju.